Valbona është duke kaluar një kohë të veçantë me Laertin, duke i shprehur emocionet e saj me një humor të lehtë që ka kapur vëmendjen e të gjithë komentuesve. Nelin, gjatë një momenti të veçantë në shtëpinë e Big Brother Albania, Valbona ka vendosur të flasë me Laertin dhe të shprehet për ndjenjat e saj. Nuk dua të zihem sot, e kam pushim. Çfarë më ke ti mua? Ka qenë fjalët e saj që tregojnë se ajo dëshiron të mbajë një atmosferë të qetë mes tyre. Laerti, i cili ka reaguar me një humor të lehtë, i kthen përgjigje. Si thua ti? Kjo shprehje tregon se ai është gjithashtu i interesuar për të ruajtur një marrëdhënie miqësore dhe të hapur me Valbona. Nelin, Valbona, e cila duket se e ndjen tensionin e bisedës, e vazhdon bisedën duke thënë: "Më kthe përgjigje se mërzitem pastaj." Kjo mos përgjigje për të, duket se është një mënyrë për të provokuar Laertin që ta mbajë bisedën interesante dhe argëtuese. Ajo e inkurajon Laertin ta shprehë më shumë dashurinë e tij, "Të kam zemër." E gjithë kjo ndihmon në krijimin e një ambienti të rehatshëm mes dyshes, duke nxitur prirjen e fansave për romancë mes tyre. Nelin, Laerti, dhe ai që kthehet me një përgjigje të papritur, sa një aeroport. Kjo frazë është një metaforë e fortë që sugjeron se ndjenjat e tij janë të mëdha dhe të hapura, duket se ai përdor humorin dhe ironinë për ta bërë situatën më të lehtë. Nelin, në përgjigjen e saj, Valbona e çon bisedën më tej, duhet të jetë sa qielli. Kjo shprehje tregon dëshirën e saj për diçka shumë më të thellë se ç'ofrohet me thjeshtësinë e një krahasimi. Kjo bisedë po tregon se ata janë duke ndarë një moment të bukur dhe kuptimplot me njëri tjetrin. Nelin, Laerti, megjithatë, e shndërron bisedën në një sfidë, sa qielli është abstrakte. Edhe kjo pasuron bisedën me një thellësi filozofike, e cila e bën atë më interesante për shikuesin. Kjo lojë me fjalët është një mesazh i qartë se marrëdhëniet e tyre shkojnë përtej thjeshtësisë, duke zbuluar një dinamikë më të madhe mes tyre. Nelin, gjatë kësaj bisede, ata nuk janë vetëm dy banues të Big Brother, por një çift potencial që po argëtojnë publikun. Vallëzimi i tyre me fjalë dhe humor ofron një reflektim të qartë mbi ndjesitë dhe emocionet e njerëzve, duke e bërë këtë moment një nga ato që do të kujtohen në episodin